Ke vënë re si janari duket sikur zgjat 2 fish? Nuk është thjesht shaka e internetit. Edhe pse ka vetëm 31 ditë, si disa muaj të tjerë, shumë njerëz e përjetojnë si muajin më të gjatë të vitit. Pse? Sepse koha nuk matet vetëm me kalendar. Truri ynë ndërton ndjesinë e kohës nga emocionet, rutina, drita, energjia dhe pritshmëritë. Në janar, pothuajse gjithçka ndryshon një herësh. Mbarojnë festat, kthehet puna. Bie motivimi dhe fillon ai presioni i fillimit të ri. Sot do ta zbërthejmë hap pas hapi, pse janari e mashtron mendjen, dhe pse kjo ndjesi është reale, edhe kur kalendari thot të kundërtën. Rënja pas festave. Dhjetori është muaj me shpërthime emocionale, festa, dalje, urime, plane, dhurata, pritje. Edhe kur s'ke shumë qejf, atmosfera të shtyn. Truri e do këtë lloj jete, sepse emocionet e larta krijojnë dopamin, hormonin e motivimit dhe të kënaqësisë. Kur mbarojnë festat, ndodh një rënje e papritur, nga shumë stimul në pothuajse asgjë. Ky kontrast e bën janarin të duket më i zgjatur, sepse truri fillon të numërojë ditët më shumë. Në periudha të këndshme, koha ikën pa u ndjerë. Në periudha të thata emocionalisht, çdo ditë ndihet si një njësi e rëndë. Për më tepër, pas festave ka edhe lodhje trupore, orari çrregullt, ushqim më i rënd, më pak gjumë. Kur energjia është e ulët, proceset mendore ngadalësohen dhe gjithçka duket sikur ecë me ritëm më të ngadalt. Edhe koha. Janari bëhet kështu muaj i kthimit në realitet. Truri s'ka më shpërblime të shpejta dhe fillon të përjetoj pritjen si të pafund. Ndjesia nuk është imagjinare. Është reagim biologjik ndaj mungesës së stimulit. Presioni i fillimit të ri. Janari nuk është thjesht një muaj tjetër, është simbol, është fillimi i vitit, pra fillimi i një kapitulli të ri. Kjo e ndryshon mënyrën si truri e sheh kohën. Ne kemi një prirje psikologjike për ta ndarë jetën në periudha, para dhe pas. Viti i ri, unë i ri. Kjo duket motivuese, por sjell edhe presion. Në janar shfaqet një listë e padukshme. Duhet të dobësohesh, të kursesh, të jesh më produktiv, të ndalosh një ves, të fillosh një zakon. Kjo duhet e përditshme e bën ditën më të gjatë, sepse çdo ditë matet me një objektiv që ende s'është arritur. Kur je i qetë, koha rrjedh. Kur je nën presion, koha ngadalësohet sepse truri rri në gjendje kontrolli. Apo e bëj siç duhet? Plus, shumë njerëz e nisin janarin me motivim, por brenda pak ditësh ndeshen me realitetin, ndryshimi kërkon kohë, dhe kur truri i pret rezultate të shpejta, por si merr, çdo ditë duket më e gjatë. Në thelb, janari është muaji ku e ardhmja na rri mbi kokë. Të jesh vazhdimisht duke menduar për atë që do arrish më vonë, të jep ndjesinë sikur tani po zvarritet. Kështu, vetë ideja e fillimit e zgjat janarin në mendje. Drita, trupi dhe serotonina. Në shumë vende, janari është një nga muajt me më pak dritë. Edhe kur dita zgjatet pak pas solsticit, trupi ende ndjen dimrin, mëngjeset e errta. Pas dite që mbarojnë shpejt, qiell gri. Drita e diellit nuk është thjesht gjendje. Ajo ndikon direkt në biokimin e trurit. Kur ekspozimi në dritë bie edhe prodhimi i serotoninës, një hormon i lidhur me qetësinë dhe mirëqenien. Gjithashtu ndikohet melatonina, hormoni i gjumit, duke të bërë të ndihesh më i përgjumur e më i rënduar. Kur je i lodhur, truri e përjeton kohën ndryshe. Çdo detyrë duket më e gjatë, çdo rrugë duket më e gjatë, çdo ditë duket më e gjatë. Janari ka edhe një paradoks. Nga jashtë duket sikur s'ka shumë ngjarje, por brenda teje ka shumë rezistencë. Ti bën të njëjtat gjëra, por me më pak energji. Kjo e rrit koston e përditshmërisë dhe koha bëhet si një peshë. Shumë njerëz e përjetojnë këtë si demotivim ose mërzi, por në fakt është pjesërisht fiziologjike. Trupi kërkon më shumë ngrohtësi, më shumë pushim, më shumë dritë. Nëse këto mungojnë, mendja se ka atë ndjesinë e lehtë të rrjedhës. Dhe kur s'ke rrjedh, ke zvarritje. Prandaj janari ndihet i gjatë, jo se ka më shumë ditë, por sepse çdo ditë përjetohet me më pak dritë edhe brenda nesh. Rutina monotone dhe mungesa e pikave. Truri e mat kohën me ngjarje. Nëse një javë është plot me gjëra të ndryshme, takime, dalje, udhëtime, surpriza, ajo javë duket e shkurtër teksa jeton, por e gjatë kur e kujton, sepse ka shumë kujtime brenda. Janari shpesh është e kundërta, rutinë e pastër, shtëpi punë shtëpi. Dita duket e gjatë teksa jeton, por kur e kthen kokën pas, s'ke çfarë të kujtosh. Kjo mungesë pikash e krijon ndjesinë e një shtrirje të pafund. Edhe fundjavat shpesh janë të varfra.
motis të nxjerrë, njerëzit janë të lodhur, buxheti është i ngushtë. Kur çdo ditë i ngjan tjetrës, truri nuk gjen dallime. Dhe kur nuk gjen dallime, ai fillon ta ndjej kohën si një shirit i gjatë i njëjtë, pa ndarje, pa ritëm. Kjo është arsyeja pse në janar njerëzit pyesin shpesh, çfarë date jemi? Sepse ditët nuk kanë identitet. Sa më pak identitet të ketë dita, aq më shumë duket sikur ajo zgjat. Është si të shohësh një film pas skena të forta, të duket i gjatë, sepse s'ka kulme që ta shtyn përpara. Pra, janari bëhet muaj i boshllëkut jo sepse je pa punë, por sepse je pa ngjarje të dallueshme. Dhe kjo e bën kalendarin të ecë, por mendjen të ngecë. Ankthi financiar dhe pesha e ditëve. Pas dhjetorit, shumë njerëz hyjnë në janar me një realitet të thjeshtë. U shpenzua më shumë se zakonisht. Durata, festa, dalje, udhëtime, ushqim, kafe, vetëm një herë në vit. Pastaj vjen janari dhe të sill faturat, kredi, qira, shkollë, borxhe të vogla, pagesa të prapambetura. Kur njeriu ka ankth financiar, trupi kalon në gjendje vigjilence. Truri fillon të rrotullohet rreth të njëjtave mendime. Si do ja dal? Ku do i gjej? Duhet të kursej. Kjo gjendje e bën kohën të rëndohet, sepse mendja nuk pushon. Edhe nëse je në një moment të qetë, brenda ka tension, dhe tensioni e ngadalson përjetimin e ditës. Për më tepër, kur kursen, jeta bëhet më e varfër në përvoja. Më pak dalje, më pak spontaneitet, më pak shpërblime. Pra, jo vetëm që ke stres, por ke edhe më pak gjëra që ta bëjnë ditën të ikë shpejt. Kjo është kombinimi perfekt që një muaj të duket i pafund. Dhe s'është vetëm te paratë, është ndjesia e kufizimit. Kur mendon se s'mundem, koha bëhet më ngadalt sepse çdo ditë është një test. Janari shpesh është muaji ku njerëzit thonë, sa të mbaroj ky muaj, sepse e lidhi me daljen nga një tunel financiar. Dhe çdo tunel, kur je brenda, duket më i gjatë se sa është. Krahasimi me shkurtin dhe iluzioni i kontrastit. Një arsye e çuditshme pse janari na duket i gjatë është se e krahasojmë pa e kuptuar. Menjëherë pas tij vjen shkurti, muaji realisht më i shkurtër. Pra, në mendjen tonë krijohet një kontrast. Janari duket përjetësi, shkurti duket fluturim. Edhe krahasimi me dhjetorin është brutal. Dhjetori ka plot ngjarje dhe kulme emocionale, ndërsa janari është i zhveshur. Truri e vlerëson kohën në bazë të ndryshimit, jo vetëm të sasisë. Ku ndryshimi është i madh, perceptimi bëhet ekstrem. Është sikur kalon nga një dhomë e ngrohtë në një dhomë të ftohtë. E ftohta ndihet më e ashpër se sa është. Janari është dhoma e ftohtë pas dhomës së ngrohtë të dhjetorit. Ka edhe një tjetër element. Në janar njerëzit shpesh presin diçka të re, por realiteti është shumë normal. Ky mospërputhje mes pritshmërisë dhe përvojës e zgjat ndjesinë, sepse truri thotë, duhet të ndihem ndryshe, por s'po ndihem, dhe fillon të kontrolloj kohën. Sa ditë kaluan, pse s'ndryshoi gjë? Kështu, jo vetëm që koha ecën, por ti e sheh duke ecur. Dhe kur e vëzhgon kohën, ajo ngadalsohet në ndjesi. Kontrasti është një mashtrim i thjeshtë. Nuk është janari më i gjatë, por është janari më i dukshëm, sepse rri përballë teje, pa dekor, pa zhurmë, dhe ti e ndjen çdo ditë si një hap të veçantë. Si e mat truri kohën? Ora mat sekonda, truri mat përvojën, dhe këto dy gjëra shpesh nuk përputhen. Kur je i përfshirë në diçka tërheqëse, truri futet në rrjedh, ndjesia e kohës zvogëlohet, sepse vëmendja është e përqendruar. Kur je i mërzitur, i stresuar ose në pritje, vëmendja shkon te koha vet. Ti e ndjen çdo minutë. Janari ka shumë pritje, pritje që të kalojë muaji, pritje që të stabilizohen paratë, pritje që të rikthehet motivimi, pritje që të ngrohet moti. Pritja është një nga mekanizmat më të fortë që e zgjat kohën, sepse truri është në modalitet, jo tani, më vonë. Dhe sa herë që mendon më vonë, tani bëhet më i gjatë. Ka edhe diçka tjetër, kujtesa. Kur një muaj është plot me përvoja të ndryshme, ai duket i shkurtër gjatë jetimit, por i gjatë kur e kujton. Janari është shpesh i kundërt, duket i gjatë jetimit, por i zbrazët kur e kujton, sepse ka pak pika ku ta lidhësh. Kjo e forcon idenë se ishte i gjatë, sepse e përjetove si zvarritje. Pra, muaji më i gjatë është një produkt i mënyrës si truri përpunon vëmendjen, emocionin dhe pritjen. Janari është si një laborator ku shohim të vërtetën. Koha është elastike, dhe mendja jone tërheq atë, sa herë që jeta bëhet më e rëndë se zakonisht. Izolimi dimëror dhe mendja në errësirë.
Dimri nuk është vetëm një stinë e ftohtë, është edhe një gjendje mendore. Në janar, njerëzit kalojnë më shumë kohë brenda mureve se sa jashtë tyre. Dritaret mbyllen herët, rrugët boshatisen, zërat paksohen, dhe kur lëvizja fizike zvogëlohet, lëvizja mendore fillon të kthehet nga brenda. Mendja fillon të rrotullohet rreth të njëjtave mendime, të njëjtave shqetësime, të njëjtat frikëra. Ky izolim, edhe kur nuk është i plot, krijon një ndjesë shkëputje nga ritmi normal i jetës. Kur nuk ke ndërveprime të shpeshta, nuk ke as impulse të reja emocionale, dhe pa impulse, koha nuk ka çfarë ta shtyj përpara. Ajo që mbetet është pritja, një pritje e heshtur, e rëndë që zgjat ditët. Në shumë kultura, dimri është parë gjithmonë si periudhë e errët, e lidhur me sëmundje, vdekje dhe rrezik. Edhe sot, pa e kuptuar, truri ynë e ruan këtë kujtesë të lashtë. Prandaj, në janar, errësira nuk është vetëm jashtë, ajo është edhe brenda. Dhe sa më e errët të ndihet mendja, aq më gjatë bëhet koha. Janari nuk është magjik, nuk ka më shumë ditë, as më shumë orë, por ka një përzierje perfekte që e bën të ndihet i gjatë. Rënja pas festave, presioni i fillimit të ri, mungesa e dritës, rutina monotone, ankthi financiar dhe pritja që të kalojë. Kjo është arsyeja pse thuajse të gjithë e ndjejnë njësoj, dhe në një farë mënyre, kjo ndjesi është sinjal. Trupi dhe mendja po kalojnë tranzicion. Nëse e kupton këtë, janari s'është armik, është një pasqyrë, dhe sapo e sheh qartë, koha fillon të rrjedhë sërish.